Viti 2025 ka shënuar një numër të konsiderueshëm procedimesh penale në qarkun e Kukësit për ndërtimet pa leje të klasifikuar aktualisht si vepra penale të lehta. Shumica e rasteve lidhen me ndërtimet në zonat rurale, zgjerim e objektesh ekzistuese apo shfrytëzim toke pa autorizim përkatës. Avokatja Aurora Guska shpreh se klasifikimi i ndërtimeve pa leje si vepra penale të lehta nuk reflekton realitetin dhe pasoret që ato sjellin. Nuk ka më shumë vepra penale të lehta, sepse edhe unë mund ta quaj unë e fus ndërtimin pa leje të veprat penale, sepse të lehta, sepse është një vepër penale e cila është për të jetuar. Për mua nuk duhet jetë fare vepër penale. Ata që ndërtojnë në tokën e tyre për shtëpi, për ambient banimi, në një kohë kur shteti nuk i ofron strehim, për mua nuk duhet jetë vepër penale fare. Duhet jetë një kundravajtje, që për kundravajtje ata gjobiten për punime pa leje, ndërtimi, ndërkohë marrin edhe dënim penal dhe dënim me gjob, që për mendimin tim është antikushtetues. Ndërkohë, një tjetër çështje është përjashtimi nga amnistia e vitit 2026 i personave që kanë kryer ndërtime pa leje apo kanë shpërdoruar tokën. Sipas e ligjit për amnistin, këto vepra përbëhen në kriter ndalues dhe nuk përfitojnë falje, pavarësisht se në kodin penal konsiderohet si vepra të lehta.